Lejoni të ngredulli dhe për vitin që pëllën pas, e tjetërin që përna vjen. Me një gotë verë ngreu dolli në ditëlindjen e partisë që e drejton. Lumir Abdi Gjiku me bashkëpartiakët të tjerë kremtoi 36 vjetorin e themelimit të lidhjes demokratike të Kosovës. Për të shënuar këtë ditë u ftuan miq e dashamirë të subjektit të parë politik kosovar në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë. Para atyre Abdi Gjiku tha se këtë përvjetor po I ringjall parimet e moçme të presidentit historik Ibrahim Rugova. Unë në këtë datë historike gjejmë dhe momentin të ripërtrim edhe njëherë zotimin tonë ndaj vlerave dhe parimeve që vazhdojnë të na udhëheqin edhe sot. Merita ju dha edhe atyre që I qëndruan pranë Rugovës. Në një atmosferë represioni dhe dëshpërimi, një grup vizionarësh guxuan të ndrojnë për një të ardhme tjetër të Kosovës. Madje I pari I partisë kujtoi edhe krijimin e aleancave të Kosovës me superfuqi globale, nga siç I quajti ati themeltar I Kosovës. Kauzat tona ishin kauzat të një shteti të lirë, të pavarur e sovran e të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe me miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në shërbim të kësaj kauze, LDK u vendos përballë frymave populiste, përdoruese e keqpërdoruese. Abdi Gjiku me antarët e tjerë të partisë para ceremonisë bën homazhe tek varri I presidentit historik Ibrahim Rugova.